أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojmë falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahun e falenderojmë për çdo mirësi dhe begati, sepse pa falendërim atëherë dhe begatit në i merr Allahu azza wa jall. Prandaj çdo musliman, çdo besimtar duhet ta ketë parasysh faktin se e ka të patjetërsuar dhe të domosdoshme dhe detyrë dhe obligim ta falenderoj Allahun azza wa jall, veçanërisht për udhëzimin në Islam, pastaj për udhëzimin në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo begati është e rrallë dhe jo çdo kujt i jepet për atë dhe ka nevojë për falënderim të veçantë dhe falënderim ekskluziv dhe ekstra, sepse vetëm në kohën e sodit kur e llogarisim sa njerëz jetojnë, sa biliona njerëz do thot jetojnë momentalisht në këtë botë dhe vetëm një pakicë të tyre janë që kanë këtë begati, ndërsa në begatitë e tjera gjejmë shumica, në pasuri gjejmë shumicë, në evlad gjejmë shumicë, në famë, në poste kështu me radhë gjejmë shumicë njerëzish, ndërsa udhëzimin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i rrallë, është i veçantë, prandaj edhe kushdo që posedon këtë begati duhet ta falenderojë Allahun azza wa jall, duhet të jetë mirënjohës, nuk duhet ta neglizhojë këtë begati, nuk duhet ta rrezikojë këtë begati dhe ta ekspozojë karshi shkatërimit dhe gjanave që mund ta shkatërrojnë. Pas kësaj, vëllezër të dashur, jemi duke folur për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo biografi shumë e bukur dhe e mahnitshme, biografi që na sjell shumë mësime, na sjell mesazhe të ndryshme se si duhet të jetë njeriu në këtë botë, si duhet të jetojë dhe çfarë rrugë duhet ta ndjek për të shkuar te Allahu azza wa jall me zemër të shëndosh dhe me zemër të pastër. E pa pas një shëmbëltyr të tillë dhe një yrnek ku mund të bazohemi, atëherë do ta kishim pas shumë vështirë me i ra rrugës së drejtë, por ka deshtë Allahu azza wa jall që na ka bërë një shëmbëltyr të gjallë, nëpërmjet cilit na ka treguar që dispozitat sheriatike, ligjet hyjnore, rregullat që Allahu azza wa jall i ka vendosur nuk janë të paarritshme, mirëpo ato mund të realizohen. Mundën edhe njerëzit që janë të ndërtuar prej gjaku o prej mishi ti zbatojnë ato dhe nuk janë vetëm për me lajke, nuk janë vetëm për krijesa të jashtëzakonshme, por janë për njerëz të thjeshtë sikurse ne, njerëz që i ka lind nana, njerëz që janë të marruar pra prej gjaku e mishi. Andaj neve na është lehtësuar një, do thotë na është lehtësuar një brengë e madhe që mos me lyp ne me mendjen tonë realitetin e të vërtetën, por e kemi të gatshme tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij në vazhdim. E dim që Allah azza wa jall sprovat në këtë botë i çon për ti testu njerëzit, për t'ja u pa imanin e tyre, dhe sa më i madh që është imani, sa më i fuqishëm që është imani, atëherë doza sprovës është më e madhe dhe sprovat janë më të shumta, sepse imani i dobët
e ka vështirë t'ju qëndroj sprovave, ndërsa imani i fortë e ka lehtë t'ju qëndroj sprovave. Për atë ngritet pastaj doza e sprovës dhe nuk i vin njerëzit thjesht sprova të lehta. E duke ditë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeriu me imanin më të plot dhe që askush s'ka mujt me ja kalu në këtë gjë, atëre rrjedhimisht kuptojmë dhe thotë se edhe Allah azza wa jall atij ja ka dërguar sprovat më të rënda dhe sprovat më të fuqishme. Prandaj edhe shohim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që nuk ka lënë Allah azza wa jall ndonjë sferë tjetër ti vetëse e ka sprovu. E ka sprovu në pasuri, e ka sprovu në sakrificë, e ka sprovu në nënshtrim, e ka sprovu në aspektin e tij fizik, pra në trupin e tij, e ka sprovu në bashkëshorten, në fëmijë, në shok, në të dashur, në prind, në çdo aspekt jetës. Edhe kujdo që i ndodh ndonjëherë në sprov, le ta di që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i sprovuar me një gjë të tillë, jo ndoshta të njëjtën, por të përafërt, sepse Allahu fuqiplot ka dësht me bë argument për njerëzit se mos më thon dikush pastaj jo kjo është një sprovë që njeriu nuk mundet me e bajt. Ja e keni shembullin i cili e ka bajt sprovën. Dhe kemi pa në biografinë e tij sallallahu alaihi wasallam se qysh Allah azza wa jall e ka sprovu me vdekje të njerëzve të dashur, duke nis prej i vogël e ka sprovu me vdekje të babës hala pa lind, pastaj me vdekje të nanës pasi që ka lind, pastaj me vdekje të axhës së tij i cili e ka mbrojt fuqishëm, me vdekje në kufër, pra jashtë islamit, pastaj e ka sprovu me vdekje të bashkëshortes së tij e cila ka qenë një shtyllë e fortë në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e ka sprovu po ashtu me vdekjen e axhës tjetër Hamzës radhiyallahu ta'ala anhu, me vdekjen e sahabëve të tjerë të dashur dhe të afërt, me vdekjen e Jasirit dhe Sumejës, dy dëshmorëve ose dy shahidëve të parë në Islam. Pastaj me vdekjen e Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, pastaj me vdekjen e vajzave të tij dhe bijve të tij, deri në atë pikë që nuk, me thonë kështu kushtimisht, nuk i mbeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam askush i afërt, vetë se Allah azza wa jall ja mori. Dhe kjo për të mos u anku, pra tham dikush që kjo sprov nuk mundet me u bajt. E në vitin e 10 të hijretit, në fillim të këtij viti, në muajin e 3 më sakt, në muajin Rabi'in al-Awwal, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i vje edhe një sprov e radhës, i biri i tij Ibrahimi alayhi salam, emrin e cilit e kish ripërtri prej babas së pejgamberve, vetë gjyshit, do të thonë stër gjyshit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sprovohet pejgamberi alayhi salam në të birin e tij, i cili në atë kohë ka qenë 16 muajsh, pra një vit e 4 muaj. Ka qenë 16 muajsh dhe ka qenë tek Sejf, e cila e ka ushqy me gji, dhe Ebu Sejf, i cili ka shpenzu, do thot, për rritjen e tij, ashtu që ka qenë traditë e arabëve në atë kohë, që fëmijët e tyre me i dërgu diku për ti ushqy me gji, dhe zakonisht i kanë dërgu diku jashtë qytetit, vetëm që ajri i pastër të ndikoj në forcimin e tij fizik, si dhe në veçli të mësoj gjuhën e pastër të arabëve. Dhe vdes pra në muajin Rabi' al-Awwal, me 10 Rabi'in al-Awwal, i biri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ibrahimi. Dhe tregon Enes ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, thot, në ndodhte me shku tek Ebu Sejf al-Haddad, i cili ka qenë
marangoz, në ndodhte me shku tek ai që me e pa Ibrahimin dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hyn të mrena, e mirte Ibrahimin në krah, e puthte, i merrte erë, edhe e përqafonte, e ledhatonte. Thot, e një ditë prej ditëve kur shkum tek Ebu Sejfi, e pam dhe thot që Ibrahimi veç kishte frymarrje të rënduar dhe ishte në momentet e fundit të jetës së tij, veç se duke luftu me shpirtin e tij, pra në momentet duke i dal shpirti. Dhe tregon Abdurrahman ibn Aufi, i cili ishte prezent në ato momente, e pashtot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur e pat birin e tij në këtë gjendje, i dolën lotët, i rodhen në përftyrë dhe i thash: "Wa anta ya Rasulullah, a edhe ti o dërguari i Allahut?" Më tha: "Ya ibn Aufin, innaha rahmah." O i biri Aufit, kjo është mëshirë. Kjo është mëshirë. E burrat janë ata të cilët stolisen me moralin e mëshirës. Ata të cilët nuk e kanë këtë moral, ata nuk llogariten burra. E kjo ka qenë keq kuptim tek arabët dhe kanë menduar që dalja e lotëve nënkupton humbje të burrërisë, mirë po nuk qëndron ashtu, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shembulli i burrërisë dhe ka qenë në kulm të burrërisë. Dhe vetë fakti që ai ka qa, i kanë dalë lotët, kanë rrjedh për faqe, aludon që kjo nuk e mangon burrnin e dikujt. Pastaj i ka thënë: "Innal ayna tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana." Thot, me të vërtet syri ndodh të qaj dhe zemra ndodh të pikëllohet, ama ne nuk themi gjana që e zemrojnë dhe e hidhrojnë Zotin ton. "Wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun", dhe ne me ndarjen tënde o Ibrahim jemi të pikëlluar. Do thotë, kjo është ajo farë parimi në kësi situate, që zemrën njëri nuk e posedon. Njëri nuk ka dizgina në zemrë që me drejtu në gjatë apo në të majtë. Zemrat janë në dorë të Allahut Azza wa Jall. Njëri s'mundet me kontrollu dashurin që ka në zemrë, nuk mundet me kontrollu urrejtjen që ka në zemrë për dikon, sepse zemra është në dorë të Allahut Azza wa Jall. Ashtu njëjtë edhe pikëllimin që ka në zemrë nuk mundet me kontrollu. Për atë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sytë qajnë, zemra pikëllohet. Kjo është normale, kjo është njerëzore. Mirë po, atë që kemi në dorë, atë do të me kontrollu. Prandaj ka thënë: "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana", dhe nuk themi gjanat fjalë vetëm ato që me cilat Zoti jon është i kënaqur. Nuk themi fjalë pra që e hidhrojnë Zotin ton. Çto njeri o ka në dorë. Nuk mundet me thënë dikush që dikush që vajton ose çet fjalë në raste të tilla, fjalë që nuk i takojnë muslimanit, pastaj me thënë: "Vallahu në këto se kom në dorë." Gjuhën mundesh me kontrollu, veprimet mundesh me i kontrollu, ama atë që ke në zemër, ato nuk mundesh me kontrollu. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pati një çështje të tillë. Madje edhe pse në momente të dhimbjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte parasysh dispozitat e fesë, e kishte parasysh fenë e Allahut Azza wa Jall. Dhe tregon Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, thot, në ditën kur vdiq Ibrahimi, Usame ibn Zejdi radhiyallahu ta'ala anhu, thot, klithi, bërtiti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato momente piklimi reagoja dhe tha: "Lejse hadha minna, lejse li sarikhin hadhun." Tha, kjo nuk është e jona.
nuk ka hise ai që klith në rastet e këtilla. Do thotë që shpreh revolt në këtë formë ndaj sprovës të Allahut Azza wa Jall. Nuk ka hise çka? Nuk ka hise në ahiret, ai i cili vajton. Pra ja tërhoqë vrejtën kuj Usame ibn Zeidit, të cilin e donte sikur të birin e vet. Edhe pse kishte afërt, edhe pse Usame ibn Zeidi kishte drejt të piklohej, ama jo të bënte një gjë të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në asaj situate reagoi. E kjo është mësim për çdo musliman që nuk duhet me mashtru vetveten e me thënë hajtë se justifikohet, hajtë se arsyetohet se janë moment të piklimi, ose ai tjetri janë moment të gëzimi, mos na aprish gëzimin hoxh, mos na aprish bolle kena mërzin tash aty me këto fjalë s'po don më na lën me e çit mërzin jashtë. Feja Allahut Azza wa Jall gjithmonë vjen e para. Nuk ka jo moment të piklimi, jo moment të gëzimi. Atë që Allah Azza wa Jall e ka porosit, atë duhet me praktiku, atë duhet me çun vend. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të birin e tij reagoi në këtë formë dhe i tha të njëjtat fjalë pastaj edhe para Usame ibn Zeidit, el qalbu yahzan, zamra piklohet, wal aynu tadma, syri çan, wala naqulu ma yughdibu ar-rabb, dhe nuk themi asgjë fjalë, asnjë fjalë e cila e zemron Zotin fuqiplot. Pastaj transmetohet që atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thënë inna Ibrahima ibni wa innahu mata fi ath-thadyi wa inna lahu ladhi'rayn tukmilani rada'ahu fi al-jannah. Tha Ibrahimi, tha, është i biri im dhe ai vdiq në kohën sa ish hala radi', do thot foshnje që thith gji. Vdiq në kohën e gjithdhënjes. Dhe tha prandaj Allah Azza wa Jall ja ka caktuar dy gjithdhënëse në xhennet, të cilat do t'ja plotësojnë kohën e xhiut. Sepse ashtu siç Allah Azza wa Jall e ka përmendur në Kur'an, koha e gjithdhënjes plotësohet me 2 vite, ndërsa Ibrahimi ish sa 16 muaj. Do thot i kish edhe disa muaj për me u plotësu 2 vite koha e gjithdhënjes. Prandaj edhe Allah Azza wa Jall ja kish rezervu 2 gjithdhënëse në xhennet për t'ja plotësu këtë kohë. Dhe e morën Ibrahimin alayhi salam, e varrosën në Baqi', pra në varrezat e Medinës, afër xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por ka disa transmetime që janë pak nuk përputhen mes veti për një ngjarje paksa të jashtëzakonshme. Aisha radhiyallahu ta'ala anha tregon, thot, vdiq Ibrahimi i biri i Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi alaihi salam nuk ja fali xhenazën. E varrosi pa ja fal namazin e xhenazës. Por në anën tjetër transmetohet hadithi i Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte fal namazin e xhenazës të birit të tij Ibrahimit, i cili kishte vdek në 16 muaj. Kishte vdek në 16 muajsh. Tash cila është e sakt të këto dy transmetime i ka përmend Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Por ata të cilët e kanë dobësu transmetimin e Bara ibn Azib dhe ka thënë që kjo është më i dobët se transmetimi i Aishës, e kanë përmend aty, kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pasur arsyeshëm m'ia fal Ibrahimit namazin e xhenazës, për faktin se për shkak të pejgamberisë së tij i ka mjaftu kjo për ndërmjetësim për të birin e tij. Sepse namazi i xhenazës falet për të vdekurin si formë ndërmjetësimi për ta. Ndërsa i ka mjaftu, thënë, pejgamberia e babës tij që mos më pas nevojë me u fal namazi i xhenazës. Disa tjerë ka thënë çat ditë ka ndodh eklipsi i diellit
Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i preokupuar me eklipsin e diellit dhe nuk ka pas mundësi me ia fal namazin e xhenazës birit vet. Mirë po, kjo është mesele diskutabile, siç tham, kanë ardhur dy transmetime, transmetimi i Aishës dhe i Bara ibn Azib. Aisha në transmetimin e vet madje përmend thotë ka vdekur Ibrahimi në 18 muaj, ndërsa Bara ibn Azib në transmetimet e sakta thënë në 14, do thotë në 16 muaj. Dhe ka mundësi që Aisha nuk e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke ia fal xhenazën, pasi që gratë qëndrojnë në shtëpi. Bara ibn Azib ka transmetuar se e ka pa duke ia fal dhe mund t'i mirët fjala e tij si më e saktë, por megjithatë kjo është mesele khilafi në bazë të haditheve që shndrojnë. Atë ditë pra ndodhi ngjarja e eklipsit të diellit. Në ditën kur vdiq Ibrahimi alayhi salam. Dhe tregon Mahmud ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu, thot dielli u pat eklipsu në ditën kur vdiq Ibrahimi, i biri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe njerëzit më njëherë nisën me thënë që ka vdek Ibrahimi, prandaj dielli është eklipsu. Dielli është nxanë për shkak të vdekjes së Ibrahimit, të birit të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam reagoi. Mos më lën një besytni e tillë me u përhap ndër njerëz. E shohim domethënë mrana një dite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gjendje pikëllimi, në gjendje të tillë që ka reaguar në mbrojtjen e fesë të Allahut azza wa jall. Që tregon do thotë se feja e Allahut fuqiplot është ma madhe se emocionet tona, ma madhe se gjendja jon. Dhe për atë duhet do thotë njeriu me sakrifiku gjendjen e vet. Dhe ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dëgjoi fjalët e njerëzve, ju tha: "Inna ash-shamsa wal-qamara ayatan min ayati Allah." Dielli dhe hana janë dy ajete, shenja do thotë madhështore ose dëshmi prej dëshmive të Allahut azza wa jall. Ala wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Dhe tha dijeni mirë se ato dyja nuk eklipsohen për vdekjen apo lindjen e dikujt. Ka qenë do thotë bestytni jo vetëm vendet arabe, por edhe më gjerë gjoja se eklipsi ndodh për vdekjen e ndonjë mbreti të madh, ndonjë perandori, apo për lindjen e ndonjë njeriu të madh. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam deshti me jahudh poshtë këtë bestytni dhe këtë mendim, sepse ato janë ajetet të Allahut azza wa jall. Allahu fuqiplot, që ka ardhur domethënë në transmetime, i përdor ato për t'i friksuar robrit e vet. Andaj për atë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Idha ra'aytumuhuma kadhalik fafza'u ila al-masajid." Kur ti shihni kështu, atëherë ka thënë nxitoni në xhamia. Nxitoni, futuni në xhamia, pra faluni në to. Dhe në transmetime përmendet që ka thënë pra këto dy janë ajete apo dëshmi të mëdha që Allah azza wa jall i përdor për t'i friksuar robrit e vet. Andaj kur të shihni, faluni derisa të kalon eklipsi. E ky është do thotë suneti i namazit të eklipsit, qoftë të diellit apo të hanës. Dhe falet në momentet kur ndodh eklipsi. Dhe ka një formë pak më ndryshe se namazet e tjera. Është transmetuar do thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal 2 herë namaz të eklipsit dhe tregohet që e ka fal 2 rekate namazin e eklipsit. Ka fal 2 rekate, në secilin rekat nga 2 qiyame, 2 rukuja edhe 2 sejdë. Na jena mësuar me pas 1 qiyam, 1 ruku, 2 sejdë. Namazi e eklipsit i ka 2 qiyame, 2 rukuja, 2 sejdë. Do thot imami
pasi që të merr tekbir, e lexon do thot duan e hyrjes, të na që përdoret subhanak Allahumma wa bihamdik, pastaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, e lexon surën Fatiha, edhe fillon e lexon surën Baqara. Krejt komplet. E lexon surën Baqara, pastaj bjen në ruku. Dhe qëndron gjatë në ruku. Disa kanë thënë deri në 100 herë. Me thënë 100 herë, subhana rabbiyal azim, me najt në ruku. Pastaj ngrihet, thot semi Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, edhe i lidh duart apet do thot në gjoksin e tij, në kthiz, edhe apet e lexon surën Fatiha, edhe surën e radhës, surën Ali Imran. Pastaj bjen apet në ruku, qëndron gjatë, ma pak se rukuja e parë. Thot semi Allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamd, edhe bjen sejdë, ku qëndron, qatë sa ka qëndru në ruku, në 2 sejdët. Pastaj ngritet për në rekatin e dytë, edhe aty, e lexon Fatihan, dhe vazhdon me surën e radhës, surën Nisa, ose Maide. Bjen në ruku, qohet për rukus, apet e lexon surën Fatiha, edhe surën e radhës, bjen në ruku, qohet për rukus, pastaj bjen në sejdë, edhe gjitha këto ruku dhe sejdë janë të gjata. Se cila ruku që vjen, apo sejdë që vjen, është ma e shkurt se ajo paraprake. Derisa të përfundon namazi me dy rekate. Pra kjo është forma që është transmetuar në sunnet. Ka transmetime tjera që kanë përmend se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka bë 3 ruku. 3 qiyame, 3 ruku. Në secilin do thot me lexim të gjatë. Por në rast se dikush në rastin e tillë nuk din çish me fal namazin e eklipsit, atëre ban edhe mi fal 2 rekate normal, namaz nafile. 2 rekate normal, sikurse sunneti i sabahut. Shkon në xhami nëse s'ka organizim të falet me xhamat, edhe pse është pe sunetit ky namaz të falet me xhamat, por nuk duhet me qëndru në shtëpi në rahati dhe komoditet. E lema mu qu me dalë, si kurse qysh ja bëjnë miletet e kufrit, ku në ato momente dalin me tyri qfar aparati, me tyri qfar telefoni, me tyri qfar syza, me këqyr eklipsin e diellit, se shumë bukur po doket, mi marrë do foto. Ato e në ajete me cilat njëri duhet me u friksu, jo me llogarit sikur event të rekreativ për mu dëfry, por janë momente ku njëri duhet me u friksu, sepse atëherë mundet me zbrit dënimi i Allahut Azza wa Jall. Prandaj edhe është prej sunetit që njeriu muslimani në ato momente të strehohet në xhami dhe aty të falet e të lutë Allahun Azza wa Jall derisa të kaloj eklipsi. Ibrahimi i biri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për ta është fol, do thot, është transmetu, ose sahabët e kanë përmend, tregon Ismail ibn Abi Khalid, thot e kom pyet ibn Abu Aufan radiyallahu ta'ala anhu, ra'ayta Ibrahim ibn an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, a ki pa Ibrahimin të birin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe më ka thonë, mate saghiran, ka vdek i vogël, walau qudiya an yakuna ba'da Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun asha ibnuhu walakin la nabiyya ba'dahu. Thot sikur t'ishte bë kader ta kish vendos Allah Azza wa Jall që me pas pejgamber mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, atëre do të kish jetu i biri i tij. Ama dihet që nuk ka pejgamber mas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ashtu njëjtë ka thënë edhe Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, law 'asha Ibrahim ibn an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lakana siddiqan nabiyya, sikur të kishte jetu Ibrahimi i biri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, do të kishte qenë siddiq nabi. Siddiq nabi, pra pejgamber i Allahut. Por prandaj do thotë edhe Allah Azza wa Jall nuk
nuk e ka bo kader që bijtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me jetu, me urrit do thot në mosh madhore. Atë ditë, realisht, në fillim të atij viti, pra në vitin e 10 të hijretit, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkon prej Jemenit edhe një fis prej 80 burrash, një përfaqësu, do thot një delegacion i fisit Kinde, shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'ia paraqit, për t'ia dhënë besën dhe për ta pranuar Islamin. Me ta ka qenë në krye të tyre ka qenë Al-Ash'ath ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu. Tregon Al-Ash'ath ibn Qais thot kam shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e një delegacioni dhe i kum drejtu, i kum thënë, ja Rasulullah, inna naz'umu annaka minna. O i dërguari Allahut, ne po pretendojmë që ti je i joni. Këta banor të Jemenit. Pse kanë bërë këtë pretendim? Çka po jam Armenia? Pse kanë bërë këtë pretendim? I kanë thënë, na jena të bindur që ti je i joni. Apo jam Armenia në teori. Pse? I kajtu kanë Ismaili a.s. Ka qenë i biri i Ibrahimit. Ibrahimi a ka qenë i Jemenit apo i Babilonis? S'ka qenë i Jemenit Ibrahimi a.s. Mirë po, gruaja e Ismailit a.s. ka qenë prej Jemenit. Sepse dim do thot historin, kur ka ardhur, kur e kalon Ibrahimi a.s. Ismailin edhe bashortën e tij Haxherën në Mekë, edhe kanë ardhur një fis i Jemenit, i kanë pa disa shpend duke u sjell në një vend pes largit, e kanë kuptuar që aty ka ujë. Kur kanë shkuar aty e kanë gjetë Ismailin e nanën e tij te pusi Zemzem. Edhe i kanë kërkuar leje mu vendos. Pastaj në vendos aty u rrit fisi, dhe kur u rrit Ismaili a.s. e kanë martu me një vajzë të tyre. E që ky fisi Kinde ka qenë pasardhës të çati fisit të gruas së Ismailit a.s. Prandaj kanë thënë, ja Rasulullah, na po pretendojmë që ti je i joni. Mi po pejgamberi sallallahu ju ka thënë, nahnu banu Nadr banu Kinana. Ka thënë, na jemi të bijtë e Nadrit, të bijve të Kinanës. La naqfu ummana wala nantafi min abina. Ka thënë, ne nuk e përmendim ose nuk japim përparësi përkatësisë së nanës me lënë përkatësinë atërore. Sepse dije do të thotë që në Islam është mëkat me e mohu njeriu përkatësinë e tij atërore. Me mohu që është i filan fistekit, me mohu baban e vet, ose paraardhësit e vet prej fisit të babës. Është ndaluar. Prandaj këtu i ka thënë që na nuk thirrëm në emër të nanës, po thirrëm në emër të babës. Dhe ka thënë Ash'ath ibn Qais pastaj ka thënë la uta bi rajulin nafa Quraysh min an-Nadr ibn Kinanah illa jaladtuhu al-hadd. Ka thënë prej asaj dite kur i kum dëgju kët prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kushdo që më vjen duke pretenduar që fisi Quraysh nuk janë pjesë e Nadr ibn Kinanës, thot kam ja zbatu dënimin e ndëshkimin e akuzës për zina. Ndëshkimin e akuzës për zina. Do thot se fisi Quraysh ka qenë për Nadr ibn Kinanës. E kush thot që është për Jemenit, atëherë ai për akuzon, do thot nanën e, për akuzon, do thot gruan e Ismailit alayhi salam. A ditë thot Ash'ath ibn Qaisi
kur kum shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fisin kinda, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pyetur, më ka thënë hal laka min walad, a kina fëmi? I kum thënë Ghulamun wulida li fi makhraji ilejk. Thotë më ka lind një djalë në ditën kur jemi nis për me ardhur tek ti. Wala wadidtu anna makanahu shiba'ul qawm. Dhe do të kisha pas qef që në vend ti, do thot me pas pasuri që me ngi populli. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la taqulanna dhalik, mos thuaj ashtu. Fa inna fihim qurrata aynin wa ajran idha qubidu. Thot sepse në evlad ka, do thot, kënaqje të shpirtit. Qurratul ayn i thënë kur njeri të kënaqet shpirti me diçka. Thot njeri tek evladet e gjen kënaqësinë e shpirtit dhe ka shpërblim kur Allah azza wa jall i merr. Thot njeri do të me llogarit evladet si begati. Një begati që Allah azza wa jall po don me ta kënaq shpirtin e para, po edhe nëse ta merr, edhe aty ka ajër, pra ka shpërblim. Thumma la in qulta dhalik, e pastaj nëse thu kështu, do thot nëse e përbuz një begati të tillë, edhe sillesh kështu me begatinë e Allahut azza wa jall, atëre çka pason? Çajo begati i shndrohet njeriu pastaj në barr. Dhe ka thënë innahum lamajbanatun mahzanatun wa mabkhalatun, innahum lamajbanatun mahzana. E ka përsërit 2-3 herë. Ka thënë kur njeriu me begatinë e Allahut azza wa jall sillet kështu dhe nuk e vlerëson, atëra ajo i shndrohet në barr. Ka thënë innahum lamajbana. Pastaj mund të ndodhë që ata bëhen shkak i çuçallëkut të babës, ose shkak i mosguximit të babës, dhe bëhen mahzana, do në shkaku i pikëllimit të prindërve, dhe mund bëhen mebkhale, shkak i tamaqarllëkut të prindërve, kooperacisë së prindërve. Qysh? Njëri do thotë që nuk e falenderon Allahun azza wa jall çush duhet për evladët e vet, pastaj i bëhen mejbana. Njeriu për shkak të evladëve të vet ngurron pastaj me marr pjesë, me sakrifiku më shkurt për fenë e Allahut azza wa jall, me marr pjesë në luftë, për ato nga quhet mejbana, prej el-jubn, do të thonë prej frikës, më kon çuçat njeri. Mundet më bo fëmija pastaj shkaktar që valla shumë mirë xhihadi po për mundhimën me lën fëmija. Nëse shkojë vdes në esen, kush mi këqyr tani këta. Kjo është domethënë kur të bëhen fëmija mejbana, bën shkak i frikës për prindin. Ose mebkhala, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në transmetim tjetër. Mebkhala do në shkak i kooperacisë. Po bre, po mirë, ky projekt është shumë mirë që po bëni, po ka goxha fëmijë çish më abota nuk më majt ata. E po mendoj që ti e ke në dorë rrezikun e fëmijëve, çish. Allah azza wa jalla ka rrezikun në dorë tonë të fëmijëve tu. E ti testohesh sa po don me sakrifiku në fenë e ti. Por nëse njëri nuk është do të thotë nuk din me u ços begatisë Allahut azza wa jall, tani ata i bën mebkhale. Tutët me dhanë për shkak të fëmijëve. Tutët me marr pjesë në luftë ose me një projekt të caktuar për shkak të fëmijëve. Tutët do thotë i bën mahzana pastaj, preokupime dhe brengë vazhdueshme. E largon pe ibadetit, e largon pe sunetit, e largon pe pse se vallahi do largohet pe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga frika për fëmijët e tij. E kjo pastaj është bar e jo begati. E nëse njeri është falëndërues, për ato i ka thënë këtij Esh'ath ibn Qaisit, la taqulanna dhalik. Mos thuaj ashtu. Mami mos të kisha pas, mami të kisha pas pasuri për jo. Falënderoj Allahun. Se nëse falënderon, tani fëmia bëhet qurratu ayn. Më të kënaq shpirtin. Tani fëmia bëhet ajër, shpërblim për ty. Asit janis do të thonë me përbuz begatin që Allah azza wa jall ta ka dhënë. Kjo hyn çka do, jo vetëm te fëmia, po në çka do.
Allah azza wa jall ta ka çuar në begati, si t'ja nis me përbuz, si t'ja nis, do thot me ja qit poshtë Allahut azza wa jall begatin që ta ka dhënë, pastaj pritet ajo më të bë barr. Qoftë vetur, qoftë bashorte, qoftë shtëpi, qoftë shoqëri, qoftë çka do të qoftë. Prandaj njeriu duhet me falënderu Allahun azza wa jall për begatin që ja bën. Dhe përmendet do thot për Ash'ath ibn Qaisin se ai ka qenë në gjahiljet para islamit, ka qenë zotëri në popullin e vet që e kanë ngut gjithë, dhe në islam ka qenë me pozitë tek populli i vet, mirë po pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka dalë prej fesë, ka dalë prej dinit, irtedda, u bë jo musliman. Por nuk ka kalu shumë kohë, vetë se është kthyer në islam gjatë khalifatit të Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe në atë kohë shumica njerëzve kanë bërë ridda për shkak të zakatit. Disa e kanë mohu zakatin si obligim, kanë thënë, jo, zakati ka qenë obligim veç sa u konë gjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash jo, kjo është kufër. Disa tjerë kanë thënë, edhe tash është obligim, ama mos ja japim dikuna. Do thotë se ja japim më dikuna mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është kufër. Do thotë refuzimi me dhënë zakatin është kufër. Kur vjen shteti islam më ta lyp ekzekutivi, vjen më ta lyp zakatin, edhe ti refuzon me ja dhënë, kjo është kufër. Për atë Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i ka luftu këto kategori. I ka luftu sikurse që luftohen jo musliman. Mirë po, ka deshtë Allah azza wa jall që Ash'ath ibn Qais është kthy sërish në islam dhe pastaj do thotë ka marrë pjesë me Sa'd ibn Abu Waqqasin në shlirimin e Qadisiyes, ka marrë pjesë në betejën e El-Madain, në Jalula, edhe në disa betejë tjera dhe ka vdekur në vitin 40 ose 42 në Kufe. Do thotë sërish të bëu musliman edhe e ka përmirësu islamin e tij. Në këtë kohë, pra në vitin e 10 të hijretit, përmendet edhe një ngjarje tjetër, domethënë gjatë muajit Ramazan, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishu Khalid ibn al-Walidin në Yemen për të luftuar disa armiq. Pas Khalid ibn al-Walid e çon edhe Ali ibn Abu Talibin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe e porosit Aliun që qatë betejë që ka zhvillu Khalid ibn al-Walid, edhe plaçkën që ka marrë së bashku me betejën tënde, të bojë edhe nxirre 1/5 e plaçkës së luftës. Dhe po ashtu ka porosit Aliun radhiyallahu ta'ala anhu që banorëve të Yemenit më ia mësu Kur'anin dhe fen e tij dhe me gjyku në mesin e tënve. Dhe Aliu radhiyallahu ta'ala anhu i ka thënë, ja Rasulullah, tab'athuni wa ana shabun aqdi bainahum wala adri ma al-qada. Thënë, i dërguari Allahut, po më dërgon në mesin e tënve duke qenë shumë i riun, edhe po më kërkon me gjyku në mesin e tënve, kurse unë hala se di çka është gjykimi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka godit në gjoks Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, edhe ka thënë, Allahumma hdi qalbah wa thabbit lisanah, o Allah, udhëzoja zemrën e tij dhe forcoja gjuhën e tij. Udhëzoja zemrën dhe forcoja gjuhën. Dhe pastaj e ka këshilluar Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, i ka thënë, o Ali, idha jalasa ilayka al-khasman fala taqdi baynahuma hatta tasma'a min al-akhari ma sami'ta min al-awwal. O Ali, kur të vinë palët me u gjyku të këti, mos gjyko mes tënve pa e dëgju palën e dytë, sikurse që ke dëgju të parën. Fa innaka idha fa'alta dhalika tabayyana laka al-qada, sepse kur e bën kët, atëherë të bëhet i qartë gjykimi. Pra është gabim për gjykatësin me gjykun mes njerëzve kur kanë probleme, duke e dëgju vetëm njënin verzion. Se cilët e tregon atë verzionin e vet. Dahet burri me gruan, edhe angon verzionin e gruas, valla ky s'po ma jep hakin, po bën kështu, po bën ashtu, po bën kështu, po bën ashtu.
edhe thu, vlla, ky koka kriminal. Edhe me që kaq, e ngarkon bashkëshorti. Ama me marrë me ngu tani edhe verzionin e bashkëshortit, kur të she, po, do thot, kjo po fol shumë, kjo s'po nalet, pe bën këto. Do më thënë, sa herët ka probleme, mos mendoni që faji është vetëm me një vend. Faji mund të më qenë i dyanshëm, ose jo vetëm në palën, do më thënë që pretendon. Prandaj, do thot, në rastet e tilla njeriu duhet me i dëgju patjetër dy palët për me arrit deri tek gjykimi sa më i drejtë. Thot Aliu radiallahu ta'ala anhu, thot prej asaj dite, thot nuk ka ndodhur që më marrë në rast gjykimi e më pështjell, apo më turbullu do më thënë gjykimi. Pra, i ka pas gjithmonë të qartë kur e ka ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë Aliu radiallahu ta'ala anhu, thuju shokëve të Khalidit, që aty në shoqërim me Khalid ibn al-Walid, kush don prej tyre me u kthy mbrapa, le të kthehet, e kush don më të ndjek ty, le të ndjek. Dhe kështu që Aliu radiallahu ta'ala anhu shkon në Yemen, e merr 1/5 e plaçkës së luftës, që i bën diku 20%, domethënë e gjithë plaçkës, ku Khalid ibn al-Walid e kish në mesin e asaj plaçke, domethënë kishin marr arë argjend të ndryshëm, fëmijë, gra, kështu me radhë, robër, të cilat pastaj i ndan në mesin e muslimanëve. Dhe e kish vendos Aliu radiallahu ta'ala anhu Buraidah ibn al-Husayb radiallahu ta'ala anhu si kujdestar të plaçkës së luftës, do të thonë që aty që kish korr Khalid ibn al-Walid. Dhe pastaj e çon Buraidah ibn Husayb me një pjesë të kësaj plaçke e çon në Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me ja çu pejgamberit alaihi salam. Dhe tregon Ebu Said Khudri radiallahu ta'ala anhu, thot, e tregon domethënë një ngjarje që kishte ndodhur diçka e jashtëzakonshme në këtë histori. Thot, ja pa të mqu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çat pjesën e plaçkës së luftës, dhe pejgamberi alaihi salam e kish marrë domethënë plaçkën, ja kish nda disa prej antarëve, domethënë aty që kanë qenë, Ujejne ibn Bedrit, Aqra ibn Habis dhe disa tjerëve, dhe tregohet që Buraidah ibn Husayb radiallahu ta'ala anhu, kur ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pas disa ankesa për Aliun radiallahu ta'ala anhu. Dhe kur shkon atje, ja çon letrën e Khalid ibn al-Walidit dhe i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Aliu ka bërë disa veprime që s'na kanë pëlqyer. Dhe realisht Buraidah se ka pas në qef Aliun radiallahu ta'ala anhu. Dhe thot që nuk ka pas një kush pe kurejshve që kom menu që nashta ja nisi me dasht, vetë se e kom rrit kur e kom ditë që është Aliu në fis me ta. Nuk e di pse ka pas këtë rrejtje. Por pastaj ndryshojnë gjanat. Dhe tregon Buraidah radiallahu ta'ala anhu, thot kur kom shkuj kom tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që një ditë prej ditëve, atje që në kanë luft, kur e kena pa Aliu del prej tendës ti me flokë të lakta. Do thotë që gjatë natës e kish marrë për veten e tij një prej robreshave. Edhe kuptohet, do kish flajt me ta. E kjo s'ju ka pëlqyer, do Buraidah ibn Husayb të disa tjerëve. Pse? Sepse kanë thënë që kanë menduar, do të thotë realisht, që pse Aliu radiallahu ta'ala anhu me marrë një pjesë të plaçkës hala pa u nda plaçka. Do thotë na kena mësuar që kush merr pe plaçkës hala pa u nda, ajo llogaritet zhvatje, ghulul. E kur kanë pa kështu të bë Aliun radiallahu ta'ala anhu, edhe ka flajt me njërin prej robreshave, sikur më kone vetja. E kanë thënë, çka o kjo punë kështu? E shkon i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A pejgamberi alaihi salam kur shep, i drejtohet Buraidah, i thot,
ja Burejde, e të bëghidu Alijen, o Burejde, a mos val ti ki urrejtje për Alijun? E që do më thënë qëfar sinceriteti sahabiju? Ka thënë po. Tash, Aliju, djali Axhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhandri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka qenë pej sahabëve të afërt, me gjithë ato Burejde, së mënu këtu me pështjelle, me ja, besash që s'pe urrej, po së më ka pëlqy ky veprim, ka thënë po, pe urrej. Kom urrejtje ndaj tij. Atëherë pejgamberi ka thënë la tubghidhu fa inna lahu fil khumusi akthara min dhalik. Ka thënë mos e urrej, sepse hisja e tij në një të pestën e plaçkës, ka thënë është më madhe se sa vesh një rëbrish. Do thotë, disa prej sahabëve nuk e kishin kuptuar faktin që një e pesta, e cila i ka taku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Allah azza wa jalla do të thonë ja ka me Kur'an ka zbrit ajet që ajo i takon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, aty kanë hyrë edhe familja e pejgamberit alayhis salam. E që aty kanë hyrë Fatimja, Aliu dhe tjerë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të thotë fikun e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu që ja ka kop sa larg. Nuk është që ka bo zullum, ka zhvat Aliu. Mirë po, e ka kuptu që kjo një pesta që u do për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, këtu kom hisë edhe unë. Edhe ka marrë do më thënë rëbreshën fjallë, ka llogarit të vetën. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kuptu do më thënë veprimin e Aliut pse ka vepru në këtë formë. Pastaj përmendet do më thënë në transmetim tjetër që Burejde thëtë tu ja lexu letrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka shkruar Khalid ibn al-Walid dhe tu ja fol këtë fjalë, do të pashë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam pi ndryshon fytyra. Do thotë si ka ardhur mirë këto gjëra që i kanë fol për Aliun radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe thotë më ka thënë ja Burejde, alastu aula bil mu'minina min anfusihim, o Burejde, a nuk jam on më meritor për besimtarët se sa vetja e tyre? Ka thënë bela ja Rasulullah, ç'ashtu është? Atëri ka thënë, men kuntu maulahu fa Alijun maulah. Ai i cili më do mu, edhe më ka të afërt mu, atëre njëti ka edhe Alijun, do të me dashtë edhe Alijun. E kjo është hadithi i famshëm dhe thëtë që dietarët e përmenin për vlerën e Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. E të njëjtën kohë, Shia do më thënë e kesh përdorim këta. Argumentojnë me këtë hadith për me çka me shoh Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin, se pejgamberi ka thënë men kuntu maulahu fa Alijun maulah, kush më ka mua maula, çashtu do të më pas edhe Aliun. E mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush duhet më ardhi parë në udhëheqjet e muslimanëve në vendin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çaj për cilë pejgamberi ka thënë men kuntu maulahu fa Alijun maulah. Kush më ka mua veli, do të më pas edhe Aliun. S'ka thënë kështu për Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin. Do thotë argumentohen me këtë hadith, i cili në realitet do të thonë nuk aludon në përparësinë në khalifat, por aludon në afërsinë e Aliut për nga ana e gjakut me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tregon edhe Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu që kur e kishte letrën do të thonë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka lexuar pejgamberi alayhis salam, do të poshtë pejgamberi duke ndru fytyra dhe mu drejtu tha ma tara fi rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Çka po mendon Bara për një person, për një burr që e do Allahun dhe të dërguarin e tij dhe e do atë Allahu dhe i dërguari i tij? Sa i thash a'udhu billahi min ghadabillahi wa min ghadabi rasulih, kërkoj mbrojtjen e Allahut nga zemrimi i Allahut dhe zemrimi i pejgamberit të tij. Wa inma ana rasul, unë veç jam ndërmjetës, unë veç shkresën e kom pru, kur gjë më shumë. Se kom ditë që ka në atë shkresë, nuk jam i pajtimit me atë shkresë tash, është dy fal kush? Bara ibn Azib, jo Burejde ibn Husayb, po Bara ibn Azib. E pejgamberi ju ka drejtuar me këtë formë që çish pi folni këtë fjalë, çish po guxoni me pas kësi mendime për një person që e do Allahu dhe i dërguari i tij dhe ai e do Allahun dhe të dërguarin e tij. Dhe për atëherë do thotë
pastaj përmendet që Buraida ibn Husayb radhiyallahu ta'ala anhu thot e kum ndryshu më njëherë pesi kum një këtë fjalë e kum ndryshu qasjen ndaj Aliut radhiyallahu ta'ala anhu thot e kum dasht Aliun radhiyallahu ta'ala anhu do thot me mishe me shpirt. Pra këta kanë qenë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilët janë kënë në gjendje me ndru qasjen për një fjalë të thjeshtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu do të me qenë çdo musliman. Jo, do thot kur t'i vjen hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose i vjen argumenti, tash më nale me menue, me fiqërue, me filozofue, një vjetë, 2, 3, vallah hala zemra, s'mu ka binde, s'mu ka mushmenja, s'diqka, pa argumentet nuk janë që ty më të mushmenja, argumentet janë për me ju bind. Kur vjen hadithi, ti dush me ju bind, vjen ajeti, dush me ju bind. Nëse ki diqka mrena, atër luftoj atë që e ki mrenda, po mëse luftoj argumentin me atë që e ki mrena. A më luftoj atë që e ki mrenda me argument. Kështu duhet me qenë dhe thot muslimani. Prandaj edhe Buraida ibn Husayb radhiyallahu ta'ala anhu momentin që i dëgjoi këtë fjalë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe këto lavdata ndryshoi qasje ndaj Aliut radhiyallahu ta'ala anhu. Pra këto ishin, domethënë ngjarje nga fillimi i vitit të 10 të hijretit, i cili është edhe pas këtynve ngjarjeve do thot vinë muajt e fundit të këtij viti, kur edhe ofrohen ngjarjet e haxhit të lamtumirës. Ngjarjet e haxhit të lamtumirës, i cili e ka marrë këtë emër për faktin se ka qenë haxhi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në atë haxh pejgamberi alayhis salam ja ka dhënë lamtumirën ummetit tij, ku përmendet thotë se aty kanë marrë pjesë diku 24000 sahabe. Dhe aty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë lamtumirën ummetit të tij, ngjarje të cilat me lejen e Allahut azza wa jall do t'i përmendim në takimet tona të ardhshme, duke lutur Allahun azza wa jall që më na udhëzon në Islam, më na forcu, më na fal mëkatet ato që e bëm me dije pa dije, më na udhëzon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më na mundsu të ringjallemi në botën tjetër me këta kolos, me këta njerëz të mëdhaj, me grupën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe më na stërhu në firdausin e tij të lartë, aty ku ka gjana që syri kur si ka pa veshi, kur nuk i kanë dëgju, edhe asnjëherë njërit mendja nuk i ka shku, ku banorët ati vendi e shohin Zotin e tyre, më ngjesë mbrëmjen për lehtësisht, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilayh.